Kam të gjithë të shport e kam këtu të vetja. Të gjithë të shport këtu. Pra një byrek do t'jetë tani për E vetja. të përmbushur shijet, një byrek me petë të gatshme. Pra, duhet të ketë 12 jeshilliqe. Nuk ka rëndësi që themi jo preshi, jo po kjo. 12 jeshilliqe të jenë dhe mjafton. Do të marr vezët në fillim fare. I ra. Me. Veza rrihet shumë mirë me masën e qumshit. Po. Po. Duke I shtuar vaj, mas kripe dhe masën e piperit që mua do më duhet direkt. Laj pak duart. Sepse në të do të shtojmë pastaj edhe jeshilloqet, spinaq, hithra, mente, koper, majdanoz, qumshtor, vetëm këtë nuk e dallova. Kemi lul kuqe, kemi çfarë të doni ju. Okej, dhe qep të njoma. Okej. Atëherë. Në tufëza, si të shiten, I nxjerrin Në tufëzat, çdo mëngjes të freskëta. Janë tani në sezonin e tyre, pas kemi dhe hudhra të njoma. Përse I pres dhe I lë kështu, sepse më duhen për gatimet të tjera. I shtojmë tek tasi ku përgatitëm Nuk I kaloj masën. fare në proces termik. Sepse I gri holl. Pra edhe qumështorin, edhe njerë tek tasi shtuam Vezët, qumshtin. vaj, qumësht, kripën, piperin dhe ashtoj sepse është mase që më duhet, I përzije e mirë, I pres imët të gjitha perimet unë, barishtet, Po. Edhe menten. Të gjitha sjellin një aromë livadhi, një aromë të freskët, që të vjen keq ti vendosësh në furrë për të pjekur, është një bashkim I jeshilloqeve. Janë shumë të mira tani në këtë periudhë për këdo, për pastrimin e gjakut, për të na dhënë vitalitet, energji. Si që shikoni, Dhe që shijojnë shumë. Përse I lë bishtat ose pjesët e tjera, si shbëra atë trupun, me bimët aromatike në kubat e akullit. Tu, marë. Koper. Qepët.
bishtat kryesisht, jeshilet, pjesët jeshile. Njashtojmë dhe bëjmë përzierjen tani. Këto ishin pra barishtet. Kemi tjetër? Një sekundë, do të shikojmë. Bimët, kemi majdanozin, po. Kam majdanozin, kam edhe... Edhe pazin. Pazin edhe hithra në fund fare. Po, ta presësh do t'hithrën? Po tani... Ta pres. Do ta pres. E të mendosh që hithra është mbretëresha e bimëve tani në pranverë që ka dhe sezonin e saj, jo vetëm hithra dhe të tjerat, po quhet si mbretëresha e bimëve, e barishteve, për gjithë benefitet që marrin prej konsumimit të hithës, që është në formën e çajit, të konsumimit në byrek, apo të një sallate. E të mendosh që diçka që të bën kaq mirë, të bën dhe të dhëmbi. Të të djegë, sepse ka atë efektin e saj nësër kur e prekim. Gjithsesi, mbaj me një lugë ose me një... Se dhe të dorezat të sërish do të ndjesh. Shërë ka ajo të ndihmon shumë në dhimbjen e kockave, po të aromatizma, të dhimbja e kockave që mund të vinë për arsye të ndryshme, kështu që është e rekomanduar që të goditen pak me hithër zonat ku ke dhimbje. Dikur, kur ishte një prillin e mernim, bas një prillit ishte jo 2 prill, jo 3 prill, ishim kalamajt vegjër dhe mernim hithra dhe thoshim dita e hithës. Dikur nga 8-5 më duket. Edhe për hithrat që dalin, që kanë atë daljen e tyre, hithrat e njoma, që themine që janë ato majat me ato kokrat e vogla, akoma dhe më të mira janë ato. Kam dhe në bache, kanë dalë vetë, jo se i kam... Po, edhe për t'i pirë si qaj, edhe për t'i tharë. Ku i mblithni? është shumë e rëndësishme. Do të keni besim aty ku i mblithni, sepse... Pra, 12... Nga një tuftë të vogël për se cilën, 12 barishtet në një tas, ku kemi përzier qumësh, vezë, krip, vaj. I përziejmë, që të njomen, në përzierjen qumësh, vaj, vezë. Kryon, pra, zbuten sa nuk ka nevoj të kalohen në përgjithësi çfarë janë jeshilli që nuk kalohen në zjerje. Po. Është një metodë që nuk e di tani e kanë nxjerrë këtë gjë. Nuk duhet të shkaloj fare perimja, sidomos çdo gjë aty, pastaj çfarë do konsumosh, thjesht. Pra e kemi vrarë aq sa duhet. Niki e more ku e more vaj, më shto dhe pak fare vaj aty. Shumë mirë. Dhe masën e të marrë dhe një kubik djath. Një sekund. Që t'ja shtosh aty. Tani, kemi këtë tepsin. Ndoshta kemi dhe një rumbullake, më duket të aluminit. Po. Ja. E gjithë kjo masë, ja ku e kemi. Heq dorezat dhe jam direkt për në shtrim. Me vaj? Po, jam me atë që more, me një letër. Ja. Lëjës, më duhet të tillë. Ashtu e lujem. Me që nëse i kemi petë dhe në këtë formë të rumbullakët, një tepsi rumbullake, shtrojmë, i njomi me yndyrë, e pastaj me përzierjen e jeshillojqeve.
Pet pas pete, do ta njohim pak. Dhe i shtrojmë. Shtoj të parën dhe të dytën. Ose janë të holla këto pete, kështu që. Një nga byrekët më të preferuar, faktikisht, që nuk mërzitet asnjëherë, pasere duhet përgatitur tani sa është sezoni i jeshillëqeve. Gjithmonë ka patur faktikisht, por kur çelin në pranverë dhe janë të sezonit, janë akoma më të shëndetshme, akoma më të shijshme, t'japin atë aromën më afër natyrës. Herë në byrek jeshillëqet, herë duke i shtypur si që i bëri Albana për mbushjen, duke i përzier me djathë, me gjizë, pak vaj ulliri, fara të ndryshme dhe konsumojmë si një salat. Përsëri ideale, shumë fantastike për ta përdorur. Hithrën apo çdo lloj jeshillëqe tjetër, ndoshta duke i dhënë një vlim për sallatën. Unë i përshëndes të gjitha anvisat, sidomos të Elbasanit. Të kaloni një festë të bukur sot, të gëzoni, të shijoni ushqimet që keni përgatitur, për t'i gëzuar zemrat njëri tjetrit, familjarëve padyshim, e mbi të gjitha për ta kaluar këtë ditë ashtu si që ka hije. Përshëndes edhe unë ato njerëzit e mi të Elbasanit, me shumë dashuri. Do shkosh në Elbasan sot, do të ketë Ja, nuk trafik, shkoj faktikisht dot, rrugët janë mi ka bllokuar. ngelur hatri dhe do Mojnezjun do ta them. Po Sita nuk më more një herë në telefon, më tha, kështu, i kishte ngelur hatri. Po ja, po të përmend, po të përmend sot, që të kam shumë xhan. Akoma më mirë në ekran. Një përshëndetje. Shiko pra të gjithë të masën. Edhe shtresa e fundit, pra 3 shtresa me barishtet. E shtroj. Tani. Edhe një pet ose dy të fundit. E filloj kështu, e hap. Normalisht e punohet edhe petët poshtë. Pra të jetë e mundur në çdo. Dhe pas ka kaluar ora, jemi në fund fare të hapësirës së gatimit, nuk e ndjem fare këtë hapësirë, se u morëm me ballokume, do të piqen, do t'i lëmë avash dhe patjetër që në kanalin tonë në YouTube do t'i gjeni dhe fotot e recetave, videot gjithashtu, edhe në rrjetet tona sociale. Të lumshin duart, faleminderit, mu mbyll edhe byreku, një ditë vere të bukur, e po ashtu edhe një fundjavë, sepse festa do të vazhdojë dhe përgjatë fundjavës. Ne do të shihemi pas pak. Mbar, ne do të shihemi pas pak me mbarësi në rrezën tonë.